por e gjitha ajo që kërkohet për çdo njeri prej nesh, që këto informata të sjet i marrim nga fjalët e të parëve tonë radhiyallahu ta'ala anhum dhe para asaj nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jenë shkak me lejen e Allahu xhallahu ala që ne të punojmë në realitet brenda me nefsin tonë në përmirësimin e saj. Nga sa ju vëllezërit e mi, dije në realitet është me dy tehe. Ajo dije e cila të thërret për në vepër dhe në veprimtari, ajo është argument për ty ditën kur do dalish para Allahut azza wa xal. Kurse ajo dije ju vëllezërit e mi që mbetën në fund të fundit thjesht një informat, e që informata e dytë e devalvon informatën e parë, dhe kështu e treta të dytën, siç është duke ndodhur me ne në zemanin tonë. Allahu na ruajt ya rabbel alamin, në kohën e gjithë këtyre informatave të mëdha që shfaqen para nesh. Në qoftë se e gjithë kjo dije nuk ndikon në përmirësimin e nefsit ton, vallahi si shton të hoxha jon shehjaje, kur na jepte këto mësime, këshilloj çdo njeri i cili nuk ka plan që të ndryshon dhe ta edukon nefsin e tij, mos prezanton në ligjëratën tjetër. Pra nuk janë ligjërata që në të ngërthejnë vetëm se hoxha jep informata, shfaqen para njerëzve informata, por e gjitha është që ne ta edukojmë nefsin.